Ka filluar sot ndërtimi I njërit krah të trotuarit të rrugës Retko Krstevski në afërsi të internatit dhe shkollës së mesme teknike komunale. Për të ndjekur nga afër fillimin e punimeve, në terren doli kryetari I komunës së Gostivarit Nevzat Bejta, I shoqëruar nga bashkëpunëtorët e tij më të afërt si shefi I kabinetit Bashkim Hasani, udhëheqësi I sektorit të urbanizmit Jeton Salia dhe drejtori I ndërmarrjes publike komunale Cmemet Ali Xhaferi. Në prononcim për media, kryetari Bejta deklaroi se ky investim është shumë I rëndësishëm nga fakti se në afërsi ndodhet internati I nxënësve të shkollave të mesme, shkolla e mesme teknike, shkolla fillore Goce Delçev dhe kopshti I fëmijëve. Me ndërtimin e trotuarit, tha kryetari Bejta, do të rritet siguria në komunikacionin e qytetarëve dhe veçmas nxënësve që frekuentojnë këto objekte shkollore. Kjo është pjesa qendrore e qytetit. Edhe këtu e kemi edhe shkollën e teknike dhe kemi edhe shkollën industriale. Edhe ka qenë kërkesë e banorëve dhe kërkesë e fëmijëve, për shkak se unë kontaktoj me fëmijët. Punojmë pa ndërprerje deri në periudhën dimrore, edhe qyteti I Gostivarit do marrë krejtësisht një pamje tjetër. Këtu jemi duke ndërtuar, duke filluar punimet e ndërtimit të trotuarit të shkolla industriale dhe të internati. Ka një distancë të vogël 200 metra, përfshin 500 metra katror, që do të zonë me një vlerë afër 10.000 euro. Edhe shumë shpejt do bëjmë edhe shëndimin në mënyrë profesionale që do jenë të përhershme, që nuk do prishën gjatë kohë, që të kenë sigurinë fëmijët dhe gjithë qytetarët e cilët të lëvizin në brendit të qytetit të Gostivarit. Trotuari I ri që do ndërtohet do të jetë I gjatë rreth 200 metra ose me sipërfaqe të përgjithshme rreth 500 metra katror. Investimi do të kushtojë mbi 10.000 euro dhe po realizohet nga Garten Bauceli, një firmë e dëshmuar për ndërtimin e trotuareve. Ndryshe, brenda këtyre ditëve në këtë rrugë do të bëhet edhe riparimi I ndriçimit publik.